Mirëmbrëma miq Pathana. Sot në studio me mua është një producent i spektakleve i cili edhe pse moshtre ka arritur shumë. Ka një karrierë gjatë për 10 vite dhe në këtë fushë. Me mua në studio Sokol Guga. Sokol, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Liridon, mirë se të gjej. Sokol, ti ke nisur që në vitin 2009. Je shumë i ri, je gati 35 vjeç. Në fakt nuk përputhen shumë kur bisedon me ty dhe thu që unë kam shumë vite etj. Sa vjeç ke nisë të merresh me spektakle, me artin, me ku diun të grumbullosh, të mbledhësh artist? Atëherë, fillimet e mia në televizion kanë qenë në vitet 2007-2008, kur unë për herë të parë jam futur në një prodhimtari të Mirfield, mund ta quaj. Ka qenë një program që neve kemi bërë dikur në Shijak televizioni i parë privat, ku unë kam qenë në rolin e koordinatorit në një emision që zhvilloi atëre dhe më pas në spektaklin e parë që neve kemi bërë po prapë në Shijak televizion, një konkurs me DJ. Super, pra ti ke qenë gati 18 vjeç? Unë kam qenë 18 vjeç, eksakt, në 2008 kam mbaruar gjimnazin. Ndërkohë që ti më vonë more, pra studiove regjin apo jo? Regji në Akademinë e Arteve. Regji teatri dhe spektakli. Regji teatri dhe spektakli. Kryesisht në botën e spektaklit hyn artistë cilët kanë aplikuar art, pra kanë bërë art fillimisht. Kanë qenë ku diun këngëtar, piktor që janë marrë pastaj me spektakle me vende të tilla. Ti hyre direkt spektakleve, pra si producent. Nuk u more pra as me filmin, as me pra shumë herë tham, para se ti të studioje regji. Pse kjo zgjedhje nga ana jote? Pra e kuptove që kjo është ajo që ti doje të bëje? Po, sigurisht, unë që i vogël e adhuroja televizionin, i ndiqja të gjitha programet televizive artistike që zhvilloheshin në vend, por edhe në televizion, dhe isha me ide të qarta që unë do të vazhdoja këtë rrugtim dhe me sa duket në këtë rrugtim do ta kem edhe fundin. Jo vetëm artistik, po edhe biologjik. Jam i lumtur që zgjodha regjin, mendoj që njeriu duhet të shkojë aty ku jep më shumë dhe unë besoj që në televizion dhe në regji, në botën e spektaklit, pra sepse unë jam producent dhe prezantues, mendoj që jap maksimumin tim. Ishe producent fillimisht apo moderator? Apo i bëre të dyja njëkohësisht? Kam qenë producent. Pra nuk ke dalë vetë në skenë fillimisht. Nuk kam dalur vetë në skenë, ka qenë një takim me idhullin tim, me njeriu që mua më ka inspiruar gjithmonë, Ardit Gjebrea, i cili më tha një ditë, Sokol, ti programet e tua duhet i drejtosh vetë dhe duhet i prezantosh vetë. Dhe sigurisht fjalën e tij e mora në konsiderat pa diskutim, për mua ai është Bibla e televizionit shqiptar. Dhe pse jo? Vetë prezantim dhe më pas jam dhe në rolin e producentit. Pra e ke marrë një certifikim mirë nga Arditi. Nga Arditi. Por ti më vonë nise një spektakël i cili sot është bërë traditë. Sokol Guga njihet kryesisht si Sokoli i Krishtinjeve në Tiranë. Si ka nisur, pra si lindi ideja e Krishtinjeve në Tiranë, pra një spektakël i cili jepet gjithmonë në prag të Krishtinjeve, natën e Krishtinjeve, që mbledh artistë shumë mirë, të duhet të thënë që mbledh artist Mirfield, pra jo artist komercial etj. Pra artistë që i kanë vjetuar kohës, bën një art mirë. Si lindi si ide Krishtlindjet në Tiranë? Më identifikojnë si kodi i Krishtlindjeve sepse duke qenë se ky është një spektakël që ka 10 vjet tashmë në treg, neve vjet kemi pasur dhe vitin jubile 10 vjet, një dekadë të këtij formati. Mbarova studimet për regji dhe duhet të diplomohesha. Mes teatrit dhe spektaklit, me profesorin tim Milto Kutali, i thash që unë do ta mbroj këtë diplomë me spektakël. Dhe një miku im më thot, Sokol, ti do të bësh një spektakël për Krishtlindje, me këngë Krishtlindjesh. Sigurisht hulumtova, në ato kohë ishte Michael Bublé. Besoj që edhe sot e kësaj dite ai vazhdon dhe funksionon me programet e tij për Krishtlindje. U inspirova nga ai dhe fillova bëra një skalet me këngëtarët, sigurisht atëherë ishin shumë të pakta fondet, sepse unë isha dhe i ri. Por gjithsesi unë gjeta mbështetjen nga 2-3 miq biznesmen të cilët mua më ndihmuan dhe më përkrahan në këtë spektakël. Krishtlindjet në Tiranë erdhi me një grup studentësh. Neve ishim të gjithë student, unë, skenografia, kostumografia, ishim të gjithë sektorët që neve do të mbronim diplomën dhe u bëm të gjithë bashk për të bërë këtë spektakël dhe për të mbrojtur diplomën dhe për të bërë një spektakël. Ishte një spektakël i Mirfield në fakt, televiziv artistik, u mbajt në Akademinë e Arteve. Atëherë është xhiruar edicioni i parë me platformën televizive digital, ku unë e kam realizuar. Ka qenë i ftuar presidenti Bamir Topi në atë kohë, ka qenë Roza Anagnosti.
ikona e kinematografisë shqiptare, Dimitra Anagnosti që kanë qenë të pranishëm në sallë, njerëz të biznesit, të artit, kulturës dhe të politikës, dhe ishte një spektakël mirëfillt, pra ishte vërtet një punë studentësh, por me cilësi dhe me kualitet të lartë. Kështu nisi rrugtimi i Krishtlindjeve në Tiranë, isha i vetmi që e bëja dhe sot e kësaj dite jam i vetmi që bëj një program të tillë Krishtlindjesh dhe jam i lumtur për këtë. Domethënë ti dukesh i ke dhënë indicet që në fillim, që ti do jesh gjatë në këtë fushë, sepse unë nuk kam parë, besoj në ato që unë kam parë edhe ato që njoh, që një spektakël studentësh, pra që mbrojnë një temë diplomet, marrin pjesë politikan, artistë tjerë. Po isha i pra, qartë. Si duket ambicia ka qenë që atëherë shumë e madhe. Isha i qartë për t'i dhënë vlera të mëdha një formati të tillë, sepse e dija që starti i parë ishte shumë i rëndësishëm dhe nuk mund të ishte thjesht vetëm një punë studentësh dhe një punë modeste, domethënë nuk ja lejoja vetes këtë gjë. Ishte vërtet një spektakël i mirëfillt dhe nuk ishte një punë studentësh, nuk mund t'ja lejoja vetes që të ishte një punë modeste, pa diskutim. Gjithsesi, ajo nisi si temë diplome. Pra, tani duhet kuptoj nisi si temë diplome apo nisi si një gjë që ti e mendove se do shkoj gjatë. Pra, sepse këtu është ndarja pastaj se çfarë erdhi më pas dhe çfarë. Sigurisht që unë mendova që ky program do të shkojë gjatë, pa diskutim. Edhe titulli që është Krishtlindjet në Tiranë, kisha menduar që do të ishte një program që më pas do të kthehej në traditë dhe shqiptarët do të kishin mundësi dhe ta ndiqnin më pas në televizion. Të gjitha edicionet deri në edicionin e 4 janë xhiruar në platformën televizive digital, ku unë kam pasur fatin dhe kënaqësinë të punoj me njerëz të jashtëzakonshëm. Më pas kalova në televizionin Klan Plus, ku ky spektakël mori një tjetër vlerë në këtë televizion. Sigurisht një televizion kombëtar, televizion generalist dhe u bë dhe më e prekshme dhe më e shikueshme nga masa, pa diskutim. Jam i lumtur që ka pasur një rrugtim të suksesshëm, ne kemi ftuar shumë artistë, siç e thatë dhe ju, shumë artistë shqiptar të mirë dhe me kualitet. Unë kujdesem që në formatet e mia të spektaklit kem këngëtar me figura të pastra. Dhe sigurisht nuk kanë munguar dhe ata ndërkombëtarët, pastaj duke që do të flasim edhe para më pas. Që do të flasim, por ti the kur unë kalova në Klan mori një tjetër standard. Ke 6 vite që bashkëpunon me Klanin, kam përshtypjen. Pra 6 edicione i ke bërë me Klanin. Pse kjo lidhje, ky feeling kaq i madh me Klanin tashmë? I kam ndjekur të gjitha formatet dhe spektaklet më të bukura për mua që janë zhvilluar në Shqipëri dhe i ka transmetuar ky televizion, ky konglomerat e quaj unë. Pra 6 edicione tjera ti gjirove në Klan dhe bashkëpunimi yt është i përhershëm me Klan. Spaku deri tani. Me televizionin kombëtar Klan Plus, për të qenë korrekt, por me televizionin kombëtar Klan Plus, mua më duket si 12 vjet bashkëpunim, sepse unë bëj 2 spektakle në vit. Pra Krishtlindjet në Tiranë, por mund të jetë formati Bajlamos që neve kemi zhvilluar me dancin sportiv, apo me spektaklin e madh të Shën Terezës, që neve edhe këtë vit kemi rinovuar kontratën me konglomeratin Klan për ta transmetuar në datën 5 shtator. Jam i lumtur për këtë, punoj me një staf profesionistësh, lehtësim i madh të punosh me gigantin mediatik Klan, me një staf që të bën të ndjesh komod në ato që bën. Sot është e lehtë i bindësh artistët vinë tek spektakli. Sigurisht ti ke një portofol. Ke një portofol financiar që i paguan, ke disa sponsorë që të ndjekin gjithmonë, të mbështesin gjithmonë. Në fillimet tua si ja bëje? Pra, kur dohet bindi artistë mirë për të ardhur aty, skepticizmi i tyre për një të ri, siç ndodh rëndom në Shqipëri kur del njëri që do të bëj diçka të re. Ekzistonte edhe atëherë kjo mënyrë, pra ti kishe mbështetës që i bindi duke i paguar, apo vinin për miqësi, apo se nuk ka qenë lehtë, kam përshtypjen. Liridon, do të kujtoj sponsorizimin e parë që unë kam marrë në spektaklin Krishtlindjet në Tiranë me të ndjerin Muhamet Malo. Kam qenë duke pirë një çaj në lokalin e tij dhe shija, e kam thënë dhe në një intervistë tjetër, dhe shija në një tavolinë më tutje një zotëri që pinte puro. Duke folur për spektaklin dhe duke folur me artistët që unë kisha marrë për atë edicion, me sa duket ai pa në sytë e mi pasionin për këtë punë dhe më thotë që ngjitu pak në zyrë lart. Dhe ngjitem në zyrë pa e njohur kush ishte. Ngjitem në zyrë, shoh një zyrë druri, të dekoruar shumë bukur, dhe më thotë Sokol, po të shikoja poshtë tek klubi që flisë me aq shumë pasion për mbrojtjen e diplomës që po bën. Dhe nxjerr nga sirtari një shuk të konsiderueshme parash dhe më thotë këto janë të tuat.
për të bërë diplomën. Pra, që në këtë moment nisi ajo takimi I parë me sponsorizimin, me mbështetësit. Dhe I thash, më takojnë këto para, sepse unë nuk isha vajtur tek ai për t'i kërkuar gjë. Dhe tha, po, tha, të takojnë, tha, sepse lexoj në sytë e tu, tha, pasionin për këtë gjë. Sigurisht, unë kam qenë I vetëdijshëm që atëherë që një punë e mirë, një produksion I mirë dhe me të ftuar të mirë bëhet vetëm me para. Po shiko Koli, sa lehtë është bërë spektakle, duke pas parasysh që këtu Shqipëria ka shumë spektakle, ka shumë koncerte, tani duke po themi me këtë periudhën e tranzicionit dhe mbas po themi sistemit komunist kur çdo gjë varet nga shteti, ishte centralizuar. Në demokraci ti duhet ja dalësh vetësh, ekonomi tregu, duhet gjesh sponsor dhe ka shumë spektakle, sigurisht ka dhe në Shqipëri, se kjo është një gjë që mua më mundon. Biznesmenët në Shqipëri ose bizneset, kompani shqiptare nuk e kanë dhash traditë sponsorizimin e artit, edhe pse ata kanë me ligj një shumë të vogël, po themi, të buxhetit tyre që japin për artin dhe pastaj subvencionohen, po sa lehtë është si ja del, po themi, të krijosh mbështetje sepse nuk janë pak, janë diku 10 spektakle Krishtinë në Tiranë, janë disa tjera Shën Tereza, është Bajlamos, pra në tërësi po themi si proces, nuk është se du emra konkrete ose situata konkrete, por sa lehtë është duke pas parasysh që këta biznesmen që janë shkojnë shumë veta dhe atë kulturë nuk e kanë për të financuar spektakle. Njerëzit kanë sy dhe shohin dallimet, realizimet dhe qëllimet. Sot është shumë e lehtë që ti të shohësh një program dhe të thuash ky më pëlqen apo ky nuk më pëlqen. Pa diskutim që është e vështirë, duhet të jesh tek njerëzit e duhur, duhet të rokasësh në derën e duhur, por është shumë e rëndësishme ku ti krijon besimin tek ata për të bërë punë të mira, sepse një spektakël sjell spektaklin. Dhe unë këtë gjë I them edhe stafit me të cilin punoj çdo vit. Spektakli bën spektaklin. Nëse neve arrim ta bëjmë bukur dhe mirë këtë gjën, spektakli tjetër do të jetë edhe më I lehtë, edhe më I lehtë, edhe më I lehtë. Sigurisht, në fillimet e mia kam pasur të vështirë. Njerëzit më duan, unë e kam shprehur dhe herë të tjera, njerëzit më duan, më mbështesin, sigurisht shohin tek unë pasionin, këmbguljen, ata kuptojnë që ti e ke seriozisht këtë gjë, pra ti nuk po kalon kohën, po I merr ca para dhe në kohë të lirë po bën një spektakël. Ti po investon te kjo gjë, pra ky është e ardhmja jote. Njerëzit kanë sy dhe shohin. Një spektakël me cilësi dhe një spektakël pa cilësi. Okay, pra. Jam I lumtur kur njerëzit ka rastisur që njerëzit më kanë marrë në telefon, biznesmenë më kanë marrë në telefon, apo drejtorët e marketingut që kryesisht janë fëmijët e tyre, dhe më kanë thënë Sokol, duam të hym këtë vit në spektaklin Krishtlindje në Tiranë. Sokol, duam të hym këtë vit si sponsor në spektaklin Shën Tereza Shqiptaria e gjithë botës. Atëherë, kjo do të thotë që programi është pëlqyer. Po, sigurisht. Pastaj emrat që neve ftojmë janë emra të mirë, emra të konsoliduar. Ne kemi ftuar Ornela Mutin. Tani me që jemi te emrat, ti ke ftuar Ornela Mutin, Albano Karizin, Ruslanën, Gracia Kuçinota, Maria Gracia Kuçinota, është ende në kulmin e karrierës saj. Grupin e famshëm Rednecks. Raul Bovën tentove, po nuk. Se këtu ka lind, unë kur kam njohur fillim, kam lexuar diçka diku që Sokol Guga shihet në rrugët e Romës me Raul Bovën, diçka e tillë, dhe thash ç'është ky që shëtit me Raul Bovën në Romë. Po, ka qenë një dizinformim I mediave që është bërë atëherë. Sigurisht neve kemi patur një takim në Romë. Është bërë një takim në një restorant të Romës që e zgjodhi vet Rauli dhe sigurisht nuk kemi arritur marrëveshjen. Më kupton, por ishte shumë interesante sepse në momentin që neve do të hynim në takim, më thanë që Sokol, neve do të bëjmë një foto vetëm nëse neve do të konkretizojmë bashkëpunimin dhe kontratën. Më kupton, pra të huajt janë shumë strikt në disa gjëra. Më kupton, sigurisht që neve nuk arritëm dot të ndërkohë që nuk erdhi Rauli, po erdhi Gracia Kuçinota, Ornela Muti, siç e tham. Maria Gracia Kuçinota, Ornela Muti, emra shumë të mirë italianë. Si ka qenë pak përvojave ta, pra takimi I parë. Ornela Mutin e kemi ftuar në një kohë shumë të vështirë, në një kohë pandemie ku neve në 6 vjetorin e Krishtlindjeve në Tiranë përkoi me mbylljen nga Covidi, pra në vitin 2020. Ishte një vit I vështirë, unë kërkoja atëherë që spektakli të bëhej me dyer të hapura, që do të thotë të kishim publiku nuk lejohej. Megjithatë neve arritëm ta fusnim publikun, sigurisht me të gjithë protokollin e masave mbrojtës, domethënë me maska të gjithë publiku, me distancë me njëri tjetrin.
Ornella kisha frikë për ardhen e Ornella Mutit sepse kishte Alitalia vetëm një fluturim në javë dhe duhet përshtasja fluturimin e Alitalias me ardhjen dhe ikjen. Pra spektakli duhet ishte me datës ardhjes dhe datës ikjes, që ajo të kishte mundësi të kthej në Itali. Ornella Muti është një artiste madhe, një artiste kapriccioze, sigurisht mbas çdo dalit të saj në kryeqytet, ajo kërkonte masazhierin e saj. Hotelet ishin të mbyllura, pra ka pasur dhe atë vështirësinë e saj, ka qenë një adrenalinë e jashtëzakonshme sepse nuk gjej edhe as hotele me 5 yje, pavarësisht që unë kontratën e kisha firmosur që ajo ta kishte me 5 yje, dhe një biznesmen shumë i madh shqiptar arriti të më hap hotelin që ka në mes të Tiranës dhe më tha Sokol, e ke në dispozicion për Ornella Mutin. Dhe Ornella erdhi, se Ornella jeton në Itali dhe Italia atë ishte kulmi i pandemisë. Po Cucinota, si ishte? Maria Grazia Cucinota, më e thjeshtë. Aktore e madhe. Pa diskutim, aktoria e filmit 007. Maria Grazia Cucinota, aktore më e thjeshtë. Unë sot e kësaj dite vazhdoj e ruaj kontaktet me të, duke folur me WhatsApp, urohemi për vitin e ri, për ditëlindjet tona. Jam i lumtur që këta artistë kanë prekur dhe kanë shkelur skenën e spektakleve të mia, kur unë dikur ishja në televizor si një fëmijë, arrita ta bëj ëndrrën realitet duke i sjellë në skenë, apo Albano Carizi. Por përveç këtyre, pra italianëve që ne kemi afër dhe i njohim që fëmijë karrierën gjithë, ti ke sjellur dhe artistë tjerë të cilët janë të mirë, pra të njohur, Ruslana që është fituese e Eurovisionit. Ruslana fituese e Eurosongut, Ukrainasja, Mihaj Tristariu, vendi i tretë në Eurosong 2006 me këngën Tornero, grupi i famshëm Rednex. Drolia's Brother që kemi pasur së fundmi në edicionin e 10 të spektaklit Krishtlindje në Tiranë, dy vëllezërit grek që kanë elektrizuar teatrin kombëtar të operës dhe të baletit, një grup japonez, Nadeshiko. Po mirë, e quan veten deri diku producenti i yjeve, ha? Kështu kam qejf të shoh, producenti që sjell yjet ndërkombëtar në Shqipëri. Shiko, unë nuk e kam menduar ndonjëherë producenti që sjell yjet. Unë spektaklet i shoh si sfidë me veten Liridon dhe të gjitha të ftuar që unë kam sjell i kam adhuruar dhe admiruar në radio kur i kam dëgjuar këngët e tyre ose në televizion kur i kam parë filmat e tyre. Kështu që nëse juve do ta quani kështu, të falenderoj. Ndërkohë që ti ke edhe një spektakël tjetër që tashmë po e bën traditë atë. Shën Tereza, shqiptare e gjithë botës. Kryesisht ky është një spektakël që është i fokusuar tek filantropët që jetojnë jashtë, po edhe këtu në Shqipëri që bëjnë mirë, ndihmojnë njerëz të tjerë. Tani ideja kësaj është një ide vërtet e mirë, sepse këta janë njerëz që gjithmonë ndihmojnë dhe rrin hije, pra njerëz që si themi e hedhin atë dhe nuk e përmendin. Ti ke zgjedhur ti nxjerrësh në skenë. E para si përzgjedh, pra ku i gjen, dhe e dyta si bind që të dalin ata në skenë. Sigurisht është e vështirë sepse ata janë njerëz të cilët kanë një profil të ulët në publik. Unë jam këmbgulës dhe nëse dua t'i vijem diçka pas, do ta arrij qëllimin tim. Neve Shën Tereza Shqiptarja e gjithë botës, edicionin e parë që kemi mbajtur në Prishtinë, është bërë me Radio Televizionin 21 bashkëpunimi atëherë në sallën 1 Tetori, kanë qenë njerëz filantropë të cilët kishin bërë bamirësi në jetën e tyre. Nga viti i dytë e deri në vitin e 4 që neve jemi këtë vit, pra që është mbajtur në Maqedoni të Veriut, edicioni i dytë, edicioni i tretë është mbajtur vjet në Tiranë dhe këtë vit në edicionin e 4 që do ta mbajmë në Luginën e Preshevës. Neve kemi arritur të gjejmë shqiptar të suksesshëm, të cilët kanë një profil të ulët në publik, por shumë pak e dinë që Parlamentin zviceran e ka ndërtuar një kompani shqiptare. Shumë pak e dinë që atje në Zvicër, ndër biznesmenet më të suksesshëm si Chris Nikola, që kompania e tij ka një xhiro me qindra milion euro në tregun zviceran, shumë pak e dinë që ai është nga Gjakova. Dhe ti mbledh ata të gjithë bashkë. Ne i mbledhim këta njerëz të suksesshëm, këta histori suksesi dhe i nderoj me çmimin Nën Tereza, me shqiptar nga Shqipëria, shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Maqedonia e Veriut, nga Zvicra, nga Gjermania, nga Belgjika, nga Amerika e Largme, nga Spanja do të kemi këtë herë, ku neve do të mblidhemi në Preshev. Pra shqiptarët të suksesshëm, shqiptarët do të njohin bashk atë detarët e tyre të cilët kanë ndihmuar jo vetëm në kauza sociale, por dhe ato kombëtare. Pra, dëgjova që the këtë vit do jetë në Luginën e Preshevës. Këtë vit në Luginën e Preshevës jemi shumë të lumtur, jam i lumtur që bashkëpunoj me komunën e Preshevës, me zonjën Ardita Sinani, kryetaren e komunës.
Këtë vit jemi atje, do të jetë një mbrëmje shumë e madhe me tenor, me soprano, me një trup baleti, me një skenografi shumë të bukur të Bledar Gërcaliut, sigurisht transmetimi në televizionin kombëtar Klan Plus në datën 5 shtator. Do të mblidhemi në Preshev me regji të Armelin Lanajt, që neve do të jemi në... Pra është stafi që ti bashkëpunon gjithmonë. Është i gjithë stafi që vjen nga Tirana, akomodohemi në Preshev për të dhuruar këtë spektakël. Drejtor fotografia Olsi Tufa. I ke marrë përsipër, po themi edhe pengesat, nuk po them rreziqe, se nuk mund flitet për rreziqe, duke qenë se Presheva është në administrimin serb. Pra ka ndonjë, po themi, nga këto konspiracione që dëgjojmë ne, jo po pengojnë, jo po nuk lejnë, jo po... Kam dëgjuar pafund gjëra. Apo Sokol Guga nuk pyet për këto. Kam dëgjuar pafund gjëra edhe nga kur unë kam parashtruar si ide në stafin tim për herë të parë që unë i thash mendoj ta bëjmë në luginën e Preshevës, shiko se atje është një tokë nxehtë, mund të kemi probleme, mund të kemi alarme për bombë të rreme. Unë kur i hy oqeanit në këmbë nuk di të kthehem pas. Okej. Edhe unë jam dakord me këtë që thu, por gjithsesi ne jemi këtu për të pyetur dhe për të kuptuar se çfarë ndodh. Sepse domethënë është situata e tillë, situata politike, por gjithsesi jam i bindur që edhe simbolika e bën. Pra përveç tjera edhe vendi ku organizohet dhe ku zhvillohet e bën të veten. Më përmend Ardi Xhebren, the është idhullim. Ndoj tjetër që ti ke ndjekur kur ishe i ri, ke? Pra përveç shqiptar të huaj producent që mundosh të huaj jo shumë, pa diskutim. Arditi Vera për mua janë mbretjet dhe mbretëresha e televizionit në Shqipëri, sigurisht. Vera Grabocka. Vera Grabocka. Kam pasur fatin të punoj me të, kam mësuar nga ajo, kam marrë mënyrën e të punuarit të saj, pa diskutim ajo është një shkollë televizive. Jam i lumtur që unë i kam prekur këta idhuj. Pra dikur i kisha idhuj, më pas punova dhe sot me Arditin e konsideroj mik, pa diskutim. Pra se kjo ishte në fakt një pyetje që unë doja të bëja. Përveç se idhuj, i kemi ish këta të dy? Pra me Arditin e kuptuam, po në përgjithësi ose le ta formulojmë pyetjen në një mënyrë tjetër. A mund të ketë miqësi mes producentëve në Shqipëri? Pra producenti secili lufton për atë të veten, për spektaklin e tij, për se është çike ashpër edhe kjo lufta e sigurisht që ka, sigurisht që ka. Bryllat, sigurisht që ka. I ke përjetuar, i ke psuar, i ke absolutisht, sigurisht që ka. Për shembull me Pandi Laçën unë kam bashkëpunuar si një producent artistik që ai është. Ka bërë skenarin e Krishtlindjeve në Tiranë, vjet. Arditi nuk ka spektakël që unë të mos e marr në telefon dhe t'i them ma shiko pak skenografin, si do ta kem këtë vit. Ose si mendon, mund ta nxjerr këtë insertin, mos është pak i tepruar, pra e kam një lloj mentori që e pyes. Besoj që ka, patjetër që ka. Gjithë secili ka rrugtimin e tij. Por zakonisht nuk ekzistojnë miqësitë në këtë fushë. Po, sepse është një botë e egër, një botë e ashpër televizioni. Që të flasim pak dhe për këtë pjesë tani, përveç anës shkëlqimit të dukshëm që ne shohim etj. Ka bryle, ka njerëz që nuk duan, ka njerëz që pse ka që egër bota spektaklit, pra duke qenë se gjithë prodhojnë art, dhe secili ka punën e tij dhe secili ka, po themi, drejtimin e tij. Pse mendon se e bën të ashpër? Çfarë e bën të ashpër këtë fushë, Koli, sipas teje? Pra ka lidhje gjithçka me lekët, me sponsorizimin, me parat, apo me idenë që unë duhet dali pari, unë duhet jemi pari, unë duhet ta bëj këtë gjë. Pra si e shet, si analizon? Nuk mendoj që ka lidhje me financat, sa ka lidhje me s'kena është pushtet. Unë kështu e mendoj. S'kena është pushtet dhe si pushtet që është, patjetër që ka edhe benefitet e saj, ka audiencën, ka adhurimin, ka pa diskutim. Kështu që mendoj që prandaj bëhet lufta. Nuk mendoj për ke pasur për para. Përvojat këqija. Thash nuk duhet përmendim emra, po ndoj përvojë që ty të kalojnë shit. Nuk kam pasur asnjë përvojë të keqe, të jemi sinqert. Dikush që ka tentuar të sabotojë, mos i ri është ky, mos ta lëm, mos ta, ku di unë, gjëra të tilla sepse bota e spektaklit është e ashpër. Është e ashpër. Unë e kam dëgjuar nga të gjithë patjetër e spektaklit, e televizionit në përgjithësi. E televizionit, mos saktë. Nuk e kam ndier. Po mirë. Nuk e kam ndier. Një luftë se do futem pak në filozofinë e gjës. Një luftë e ashpër duhet të sjellë gjithmonë një televizion të mirë apo jo. Pra një konkurrencë e fortë duhet të sjellë gjithmonë televizione të mira, programe shumë të mira. Diçka që në fakt televizionet tona nuk se reflektohet shumë. Kam përshtypjen që kjo luftë është më shumë për si thëti për një lloj pushteti personal se sa për të një gjë ndoshta më të madhe ose një gjë më të mirë për publikun ose për të krijuar një lloj standardi, nuk e di.
Si e sheti këtë? Shiko, standardi është krijuar mendoj në Shqipëri. Shqiptarët ose producentët apo regjisorët shqiptar dalin pak për te artit, ëh? Se ti je person televiziv, por dalin pak ose regjisorët shqiptar kanë bërë art të mirë, kanë bërë televizion të mirë. Më vjen keq që televizioni po e humbet shkëlqimin e dikushëm. Po ja, pra këtu të rrim. Pse mendon që po e humbet? Sepse Instagrami, Facebooku, njerëzit janë të përqendruar tek telefoni. Sot një informacion të merr më shpejt nga telefoni sesa për të ndjekur televizor. Pra ti mendon që po degradon jo përfajin e tij, a? Besoj që rrjetet sociale ja kanë ulur vëmendjen televizionit. Për këtë më vjen keq. Dikur unë mbaj mend ne futeshim në shtëpi për të parë festivalin e këngës, për të parë këngën magjike, për të parë Miss Albanian që bëheshin. Kanë qenë spektakle të vërteta me skenografi me butafori. Sot është më e shpejt. Sot vendos një LED wall dhe pothuajse të gjitha formatet janë bërë njësoj, me një LED wall, me të njëjtat grafika. Në fakt ju është një traditë që ju e thyet para një viti ose dy. Pra bët një sken me butafori. Para 2 vitesh unë kam bërë një sken. Pse ke zgjedhje? Pse riskuat më saktë? Kjo është një pyetje fakt që duhet ta bëja. Është e vërtetë. Është një risk të bësh një sken sot pa LED wall. Kam përshtypjen unë. Po, është e vërtetë. Unë kam riskuar para 2 vitesh. Është e vërtetë. Arkaike. Po, është e vërtetë. E vjetër. Është e vërtetë. Unë kam riskuar para 2 vitesh, ka qenë një zgjedhje totalisht e imja me Betar Gërcaliun për të bërë një sken pa LED wall dhe e kemi bërë brenda një pishine. Ka qenë një lule Lotus që është bërë në një pishinë gjigande ku ne kemi mbajtur festivalin Bailamos. Por dhe Krishtinjet në Tiranë edhe Krishtinjet në Tiranë kanë bërë pa LED wall. Po. Dhe Shën Tereza ka qenë pa LED wall, që është bërë vjet. Spektakli i Preshevës i Shën Terezës këtë edicion në Lugin do të mbahet pa LED wall. Në fakt Krishtinjen në Tiranë unë e vlerësova si një kthim tradit, pra një gjë e mirë. Por si duket vitin tjetër t'i pasova me LED wall, me skena të ndritshme, si duket sot publiku nuk e do më atë lloj. Pra nuk e pranon ndoshta më atë lloj skene. Nuk është çështja publiku, duhet i përshtatesh konkurrencës, duhet i përshtatesh tregut. Nëse do të më pyesësh mua, un jam pro butaforis. Gjës të vërtet, aty është arti. Nuk është tek LED walli. Ke tentuar në herë në teatr? Me që the jam diplomuar teatr edhe spektakel. Pra, ke tentuar? Bësh regji teatri, ta provosh. Po, un kam ti një që guxon atë. Un kam bërë një regji teatri, sigurisht ka qenë me kam vënë në sken me nxënës shkollash. Kam vënë një regji teatri, por Sokoli është tek televizioni dhe tek spektakli, nuk është tek teatri. Nëse do doja teatrin, do t'i isha përkushtuar teatrit. Po, kam vendosur me një grup gjimnazistësh, shfaqi teatri, dhe kam qenë në rolin e regjisorit. Okej. Je dhe ndër moderatorët më të kërkuar, në sensin po themi për shumë kompani në Tiranë, cilat promovojnë produktet e tyre, ftojnë Sokolin. Për të moderu takimin, aty ka hyje tjerë, ka prezantues plot Shqipëria, po zgjedhin ty. Ti duket që ke një feeling me këta biznesmenët kryesisht. Ata më duan, edhe unë i dua. Dhe kur thuaj dua shef kamerë, që ty drejtoresh tamam, aha. Ata më duan dhe unë i dua. E kam marrë me kënaqësi detyrën që më kanë dhënë. Unë kam organizuar festat e punëve të tyre, pra të fund vitit, që kanë qenë kompani gjigande me 500 punëtor. Më ka dhënë shumë kënaqësi në fakt, sepse ajo është dhe puna ime që bëj, por më kanë thënë Sokol, përveç se organizimit, tani duhet na bësh edhe prezantimin. Kështu që unë i kam miq, i kam mbështetës të spektakleve të mia, por edhe kur ma kanë besuar këtë, kam bërë po me kaq dashuri sa kam bërë edhe spektaklet Krishtlindjet në Tiranë. Kështu që puna ime është A janë njerëzit e spektakleve njerëz të vetmuar? Është kriju ke përshtypja dhe perceptimi që mbas shkëlqimit ka një njeri që Jo, neve nuk jemi të tillë, në djenin time as idhujt e mi nuk janë njerëz të vetmuar. Ne kemi plot miq, kemi plot dashamirës, kemi plot njerëz të cilët na pëlqejnë, s'na pëlqejnë, kemi plot njerëz të cilët i kemi miq dhe armiq, pa diskutim, si në çdo fushë. Po mirë, armiq për ty janë treguesi i suksesit? Unë nuk besoj në këtë maksim, po themi, që armiq tregojnë se po themi nivelin e suksesit tonë. Beson ti në këtë thënie? Pra tani edhe miq nuk i ke do të gjithë. Sigurisht, pra ne po flasim për këtë armiqt, me që përmend armiqt. Se pra bota spektaklit nuk rrit dot pa armiq, pra. Shiko si del vet termi në krye gjës. Timo Floko do thoshte i pa vlerë në këtë botë, po nuk pat edhe armiq.
Nëse prap, unë nuk besoj, edhe Timos ja kam thënë, unë nuk besoj në këto lavdrimet e armiqve dhe në këto shtimet e armiqve, po a beson miqësi të vërtet? Pra ke miq vërtet jashtë spektaklit, njerëz me të cilët ndan çdo gjë, flet çdo gjë, çdo hall, çdo problem. Kam, pa diskutim. Aha. Kam miq. Si Unë jam nga ata të rinj të cilët miqtë e mi janë o mosha ime o 40, 50, 60 deri në 68 vjeç. Po kam miq të vërtet. Unë besoj në miqësi të vërtet. Sigurisht. Po kam dhe miq brenda televizionit shumë. Albert Dumani, administratori e televizionit Klan, Eklantina Lamaj. Pra këta janë miqtë Alma Çupi, që ndan çdo gjë me ta. që ndaj biseda. E zëm se je ulur diku në kafe. Dhe të vjen një djalë i ri, shumë i ri, pak i bezdishëm si natyrë, pak gricës, pak imponues e tjerë, thotë, Sokol, unë du të bëhem producent, thotë. Unë du të bëhem si ti, ose unë du të bëj spektakl, çfarë do t'i këshilloje, pra çfarë do i thoje, ose jam kurioz si do ta mësoje ti tani një të ri, se je në atë stad që mund ta kesh të risk përsipër, siç ti the që shkova tek Arditi. Po, ajo që unë mendoj për këta lloj të rinj, kur vinë dhe pyesin se unë dua t'i hyj kësaj rruge dhe si të bëhem, ata nuk bëhen. Unë nuk kam pyetur. Unë kam parë shumë. Unë kam parë çdo spektakël në televizion. Cilësi e mirë, cilësi e dobët. Dhe kam arritur të bëj diferencën. Unë i vajta këtyre njerëzve. Unë kërkova të këta njerëz. Unë trokita në televizion. S'kam për ta harruar, ka qenë televizioni Arbëria dikur, dhe atje kam trokitur dhe i thash dua të takoj drejtorin e prodhimit. Më kishin thënë që është Armi. I rash derës, recepcioni e kërkoi Armin, Armi zbriti poshtë dhe më futi për herë të parë në një studio televizive. Pra, Armi ka qenë i pari, pra. Armi ka qenë Bëjmë duar trokitje. Armi ka qenë Armin se kemi dhe režisorin tonë. Armi ka qenë i pari. Që ta bëjmë. Dhe jeta shumë e çuditshme, sepse unë sot punoj me Armin. Pra Armi është regjizori i spektakleve të mia, të Shën Terezës dhe të Krishtinëve në Tiranë. Okej, pra duhet jetë vokacion dhe duhet jetë e brendshme kjo gjë. Pra duhet jetë e brendshme, nuk mund të pyesësh si mund të bëhem unë. Sigurisht, unë mund të jap këshilla. Le të mos e marrim shablon si mund të bëhem unë. Është dikush që do të bëhet producent, do të thotë Sokol, kam parë në televizor, bën spektakle të bëhet, lutem, më trego sekretin, duhet bëhem dhon. Nuk ka sekret kjo punë. Vetëm punë. Po nga t'ja nisësh? Nga duhet t'ja nisim? Nga duhet t'ja nis dikush që të bëhet producent? Jam kurioz. Duhet të shohim për herë të parë. Prezëm që jam unë i ri, 18 vjeç, 20 vjeç. Të kam parë televizor ty Arditin verë. Po, pyetja që unë do të bëja, ke parë një program televiziv? Se nëse nuk e parë. Po mirë, kjo është një gjë që sigurisht, pra, se po nuk e pe, nuk e ke impaktin e gjës, po. Du të sjellë unë Ornella Mutin në Tiranë, du të sjellë unë Gracia Kuçinotën. Te vetëm Sokol Guga. Mirë, kjo është një bindje e mirë. Planet për të ardhmen, siç tham? Planet për të ardhmen me Krishtinën në Tiranë do shkoj 100 vjet, tham, pra. Do shkoj deri në fund jetës tënde. Uroj të shkoj 100 vjet. Eni Çobani, mikja ime, ma ka dhënë këtë bekim. Presheva. Fokusi është në luginën e Preshevës. Dhe pas Preshevës sigurisht Krishtinë në Tiranë, patjetër. Fokusi është në luginën e Preshevës për të mbajtur edicionin e 4 me shqiptar të suksesshëm. Këtë vit shqiptarët, publiku shqiptar do të shohë dhe do të ndjek një program të mirë artistik televiziv dhe do të njohë shqiptar të cilët bashkëdhetar të cilët na bëjnë krenar aty ku jetojnë. I ke vënë syrin ndonjë artisti si vjet, ke pikasur një të huaj që do sjellësh në Shqipëri, se ti me sa di unë i pikas një vit përpara dhe thu këtë do ta marr. Mos do ta thuash, okay. Mos ma zbulo Cili shtet i përket? Mos ma zbulo për momentin, Italis i përket. Pra. Mos ma zbulo sepse jemi ende herët. Jemi gati pothuajse 9 muaj përpara. Kemi luginën e Preshevës, Shën Tereza Shqiptarja e gjithë botës, një program i madh artistik televiziv për shenjtoren e Madhe Terez dhe spektaklin Krishtinën në Tiranë në edicionin e tij të 11, i cili do të jetë me një kas artistësh të jashtëzakonshëm. Siç ti ke sjell thuaj gjithmonë, Sokol Guga diçka të fundit për publikun që të sheh.
Përpara se ta them diçka ose për podcastin ton. Patjetër, përpara se ta them, më lejo të bëj një falënderim për të gjithë ata bashkëpunëtorë që punojnë me mua. Albert Dumanin, Eglantina Lamaj, konglomeratin Klan, të gjithë stafin e televizionit Klan, i cili kam ndjer një dashuri dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm që kanë punuar me mua. Faleminderit. Për Armin, regjisorin, Fatos Riston, një ndër miqtë e mi dhe bashkëpunëtorët. Tani më fal, këtu me që punonin Klan do të thysh rekordin e Alketës, kam përshtypjen apo, Është mirë kur njeriu është mirënjohës, Liridon. Sigurisht, por Unë i falenderoj të gjithë ata partnerë të cilët mua më kanë mbështetur, të gjithë ata njerëz të cilët më kanë ndihmuar të mbërrij një sukses dhe për këtë jam shumë mirënjohës. Alma Çupit, mi kesh stime, një përshëndetje, një falënderim të gjithë njerëzve të cilët i japin nga vetja e tyre për të ndihmuar dhe që ty të të shohin sa më lart. Një urim për ty dhe për podcastin, e ke mjaft interesant, unë kam ndjekur vazhdimisht. faleminderit. Jam i lumtur që ti punon me Armin, me regjisorin ton të mrekullueshëm. Pra kemi regjisor përbashkët. Kur të fuqishmit bashkohen, prodhohet gjithë një sukses. Koli, unë uroj vetëm që ti të kesh vullnet edhe forcë që të vazhdosh me spektaklet e tua të mira, sepse ajo që ne na mungon sot është vullneti dhe forca për të bërë gjëra të mira. Për të bërë gjëra të këqija ne gjejmë gjithmonë në çdo moment ditës, për të mirat është pak probleme dhe pak mangësi. Kështu që unë të uroj për gjitha punë që ke bërë dhe do jem gjithmonë në spektaklet e tua, në sallë, duke të ndjekur edhe duke të duar tërkitur patjetër. Faleminderit Liridon, faleminderit për këtë intervistë, faleminderit për mirësinë që më ke dhuruar. Koli, faleminderit ty. Faleminderit. Miq Pathana, ky ishte podcasti për sot. Ne ju lëm takim të mërkurën tjetër si gjithmonë në orën 20 në Gazeta Si. Javë të bukur dhe të mbar.